Vlerante Mehmeti nga Gjilani i Kosovës që jeton në Zvicër së bashku me 2 kushërinjtë e tij kanë ndërmarrë për herë të parë një udhëtim me motor 2 rrotësh në disa nga rrugët malore të Shqipërisë. Grupi ka përshkruar segmentet të njohura si rruga e Kombit dhe aksi Kukës-Shishtavec, për të cilët janë shprehur të befasuar nga përshtatshmëria për udhëtime me motor dhe panorama të mbresëlënse që ofrojnë. Jena nga Gjilani, kemi qenë në Shëngjin, tash po kthehem për shtëpi. Shëngjin arsye për çka? Veç, për qef. Thjesht keni bërë një udhëtim për rrugë. Po, për qef. Po pse zgjohet me rak te ka rruga Shtavecit, ka Kuksi, ka rruga Kombit? Se kem motorrat për mal, dhe tham i bim knej. A udhtoni shpesh me motorën nëpër Shqipëri? Jo shpesh, jo, unë nuk jetoj këtu, jetoj në Zvicër, po kena dalë kësiona për qef. A është hera parë që po vjen në Shqipëri me motorën? Me motor po. Si u duk rruga, domethënë që ke përshkrua, a është e përshtatshme për motorë? Për motor shumë e përshtatshme, po. Po. Çka ka të veçantë krahasim me Zvicrën, domethënë? Po në Zvicër nuk lejohet me gra këtyne nëpër mal, këtu nuk këshyret fort, për çata ka shumë dallim me Zvicrën. Ndërkohë, për Fisnik Mehmetin, kjo është hera e dytë që viziton Shqipërinë. Ai tregon interarin e aventurës nëpër rrugë malore, duke nisur nga rruga e vjetër Kukës-Tiranë e deri në Shishtavec. Kena ardhur pi Dragashi, pi Gjilanit, kena ardhur në Dragash, pi Dragashit dhe kena marrë motorrat dhe kena shku për Shëngjin, nëpër mal. I keni ra këtej ka Kuksi, Po, ka rruga pi Kombit. Koks, drin i zi te poshtën. Na e përshkruaj pak këtë rrugë, si ata është duka? Super rrugë, super male, vend shumë i bukur. Si Kuksi, si gjitha vendet. Tek ne, te na thoma jena konë ditën e kaluar, jena lodh shumë, sot jena kthye rrugës vjetër nga Shëngjini në Pukë, pi Pukës në Koks. Për arsye se koha tash e dimrit ma e shkurtë dhe s'kena pas mundësi. Por mos me lon me ardh natën në Dragash se është ma rrezik, nuk e di mirë terrenin, jem për herë të parë që jena të e bë vetë që të rrugën. Vitin tjetër nashta po menojmë nashta në pranverë, kur është dita e gjatë, me shku në Vlora, s'pedi dikon pak ma larg. Udhëtimi i të rive nga Kosova është një tjetër dëshmi e interesit gjithnjëhe në rritje për turizmin e aventurës me motor në Shqipëri, veçanërisht në zonat veriore që ofrojnë ndërthurjen e natyrës së egër, rrugëve panoramike dhe mikpritjes tradicionale.